Të paktën 2 persona u vranë në Moskë si pasojë e sulmeve ukrainase me dron mëngjesin e kësaj të marte, raportojnë mediat ndërkombëtare. Dronët ukrainas goditën ndërtesat e banimit në kryeqytetin rus duke shkaktuar dëme të shumta. Ky është sulmi më i madh që Ukraina ka kryer deri më tani në kryeqytetin e Rusisë Moskë, thekson rrjeti britanik BBC. Dëgjova një shpërthim shumë të fortë dhe një zhurmë të madhe. Zhurma ishte aq e fortë sa që u hodha nga divani. Nuk e kuptova se çfarë po ndodhte. Ukraina nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin i cili shkaktoi probleme dhe në funksionimin e aeroporteve ruse. Agjencia Federale e Rusisë për Transportin Ajror raportoi se aeroportet Zhukovski dhe Domodedovo pezulluan përkohësisht punën për shkak të sulmeve. Sipas Andrei Vorobyov, guvernatorit të rajonit të Moskës, të paktën 3 persona u plagosën nga sulmet që ndodhen në orët e para të 11 marsit. Ministria Ruse e Mbrojtjes njoftoi se 337 dron të nisur nga Ukraina ishin rrëzuar. Ky sulm ndodhi teksa zyrtarët e lartë amerikanë dhe Ukrainas mbajnë bisedime në Arabinë Saudite për të diskutuar se si t'i jepet fund luftës në Ukrainë. Ditët e fundit Rusia i ka shtuar sulmet në infrastrukturën ukrainase, teksa diplomacia rreth luftës është intensifikuar.